Sot jemi këtu sepse demokratët janë duke thirrur. Shqipëria është duke thirrur. Dhe thirrjet e tyre as nuk duhen zbukuruar, as nuk duhen relativizuar dhe domosdoshmërisht nuk duhen injoruar. Këto thirrje janë dhimbje. Dhimbje të cilat rëndojnë apo duhet rëndojnë në peshën e përgjegjësisë së çdo politikani të Partisë Demokratike, i votuar ose i pavotuar. Është e vërtetë si drita e diellit, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk zhvillojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por të dashur miq, duhet ta themi hapur dhe me sinqeritet. Një tjetër shkak është paaftësia e opozitës. E Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në vend. Për të qenë binca, për të nxjerrë shqiptarët drejt kutive të votimit, për të fituar zgjedhjet. Demokratët janë lodhur. Kjo është e vërteta dhe ne nuk duhet të kemi frikë që t'i themi të vërtetat ashtu siç janë. Dhe për mua kjo është plaga jonë më e madhe si parti. Dhe çdo drejtues duhet ta shohë këtë ashtu siç është. Duhet i dëgjojë demokratët që me masivitetin e tyre edhe në këtë takim tregojnë dhe po tregojnë që duhet të dëgjohet. Mos dëgjimi i tyre është një gabim i rëndë.